Fillimet politike në Kosovë po bëhen dinamike dita e ditës, në kohën kur po shtjerët afati për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së Republikës. Në të njëjtën kohë, ankesat e qytetarëve rreth çmimeve të larta të produkteve bazë, çmimit të lartë të naftës dhe ankesat e tjera që rëndojnë jetën e tyre socio-ekonomike, po bëhen edhe më të shpeshta. Në ndërkohë, kabineti qeveritar dhe ministrat e qeverisë Kurti 3 janë në perspektivën tëmë duke ndejt pezull për shkak të situatës së presidentës, po ndoshta kjo është vetëm një perspektivë sipërfaqësore e situatës dhe për të diskutuar nëse ka punë në terren, ka punë konkrete nga ministritë përkatëse dhe ka punë konkrete nga qeveria në Albin Kurtit të ftuar sot në shteg me Libranin, Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit së fundmi, Mimoza Kusari Lila. Faleminderit që keni gjetë kohë me na u bashku në shteg me Libranin. Faleminderit për ftesën, Libran. Ministre, me pashmangshëm na kemi me fol për situatat politike, të politikës ditore, situatat tjera që përkasin, si më thonë, në fushën e juaj edhe tashmë të veprimtarisë si ministre, po me që këto janë tema e mbo deri dikun të mërzitshme, dhe që reciklohen shpesh edhe mbrana ditës, ndoshta edhe prej ditës në ditë. Unë edhe kur ju kom ftu, edhe përmes antarëve tjerë të kabinetit, ju kom tregu që ndoshta kjo pjesa fillestare e diskutimit me, po them kushtimisht me u zbut pak, ose me qenë më e relaksume, duke u pyet edhe për karrierën e juaj profesionale, karrierën e juaj politike. Unë hyna me hulumtu edhe me siguri më orientoni tash gjatë diskutimit ose orientojmë njëri tjetrin edhe për pyetje në pyetje. Unë pash ju keni diplomu në Universitetin e Prishtinës në vitin 98 nëse nuk gaboj, dhe dihet çfarë situate ka qenë në atë kohë. Dhe për gjatë studimeve dhe pas studimeve më duk interesante që e pash që keni pas një kontribut në një organizat, nëse nuk gaboj, Mjekët pa kufi, edhe keni ushtruar një lloj veprimtarie për gjatë luftës. Doja me ju pyet në këtë drejtim, fillimisht, pastaj kalojmë edhe tek situata pas luftës edhe ngjarje tjera që janë zhvilluese, me thonë, ndërkohë. Faleminderit për fillimin pak më ndryshe. Është e vërtet për ne që tash kemi shkel 50 atë mundemi me do jetën për gjys para dhe pas luftës me aktivitet plot. Po unë kam diplomuar në vitin 98, më konkretisht me 2 korrekt vitit 98, ditën e betejës Logjës, kur në Prishtinë unë diplomoja këtu, jam dëgju me familjarët e mamit që janë prej Pejës, edhe në telefon, në atë kohë telefonat fix, ata muronin për diplom, edhe në background ose në prapavi ndija bombat ose goditjet që bëheshin prej luftimeve në Logjë. Domethënë, drama e krejt asaj periudhës përmbylljes studimeve, edhe studimeve, unë gjatë gjithë periudhës studimeve kom punu gjithashtu, fillimisht në një kompani privat në Gjakov, kom udhëtu me autobus se cilën herë kur jam shku për provime ose ushtrime të obligueshme, fakultetin ekonomik, në pjesë ndryshme të Prishtinës, në varej ku caktohej, si ishte ke organizu sistemi paralel bot, ne kemi pas dekanatin në Vranjevës, rrugën Xhemaj Libishi, ndërsa ligjëratat mbaheshin prej këtu, në Arbëri, deri në vendet ndryshme në qytet, ka qenë varësisht prej ku ishin sallat e lira, domethënë në Arbëri kanë qenë disa vende, mandej si e kuptonim kur shkonim dekanat me pa ku janë, edhe në bregun e diellit, domethënë prej skajt në skaj, e tash kur e mendon këto, e shes që me të vërtet prej asaj rezistencës dhe prej atij angazhimit gjithë, ndoshta kemi dalë më të fortë. Sa student keni qenë brenda gjeneratës dhe drejtimit juaj? Nuk më kujtohet sakt numri i studentëve, po e di që në një ligjërat, në një sallë, shkon te numrin 30. Jo për që ndoshta nuk ka pas më shumë në një grup. Ndoshta ka pas 4-5 grupe që mbaheshin të njëjtën kohë, po për arsye se sallat nuk ofroshin mundësinë. Domethënë kanë qenë bazike. Unë e di 2 salla këtu në Arbëri, afër rrugës Vorezave, kanë qenë thjesht si në kohën e luftës dytë botërore me tulla të kuqe dhe mandej drasat për sipri, kaq midis dimrit, nuk ka pas as ngrohje.
Që do të thonë mi tregu tash të rinjve të kësaj moshën, edhe në atë kohë kemi gjetë vullnetin edhe kurajan me vazhdu. Unë kom diplomu në, si që përmenda me 2 korrik 98, mandej kom vazhdu edhe pak punën në sektorin privat, në Gjakov, në një depo kom bajt inventarin e mallit që hynte, edhe në shtator, atëherë gjeta kom apliku për punë edhe u pranova në mjek pakufi këtu në Prishtinë. Edhe më zhvendos, kemi fillu me punu, ka qenë periuda kur ishin intensifiku represioni në veçanti në zonën e Drenicës dhe Dugagjinit, edhe na ka ra me qenë në teren me gjithë personelin mjekësor, por edhe logjistiken, që kanë dërgu ushqime, veshmbathje, mjete tjera për ekzistencën e banorëve të zhvendosur. Do të thotë kemi qenë kryesisht në teren, në zonat ku banorët e zonave ku ishin të godituna prej luftës, ishin zhvendos diku tjetër, ne shkonim në ato zona. Në cilin muj? Vitin 98, prej muajve të vjeshtës. Do më thonë, në shtator kom fillu punën, që i ka ra deri në janar të vitit 99, kom punu për mjek pakufi. Në vjetor të vitit 98, bashkë kemi marrë një iniciativë, ne punëtor të mjekve pakufi, e mbajnë mend patëm pregadit dhurata për fmit e zonave të prekura. Bile dikun dhe kam edhe fotografin bashkë me Fanol Duli, bashkë kemi qenë, kur i kemi pregadit dhurata dhe një farë ndjenje më ju sjell pak jetë, pak normalitet fëmijëve që ishin zhvendosur. Kryesisht kanë qenë këto për zonën e Drenicës, për shkak se ishin më afër Prishtinës edhe qasja e jon atë kohë ishte më lehtë. Në janar të vitit 99 jam zhvendos prapë në Gjakov në misionin verifikus të SBE-s, atëherë hapen zyren atje, edhe kërkun, edhe kom qenë prapë në teren, kom qenë përkthyse për drejtuesin e zyres, ka qenë një ushtarak gjerman. Ju keni lëviz gjatë gjithë kohës në teren, do shta me pyeta, ju ka ndodhur ndonjëherë me ju ndal patrollat ose në lloj kontrole? Kanë qenë momentet ndryshme, ne përderisa ishim në përcjellje me misionin verifikus, do me thonë me mjek pakufi jo, jo që e mbajnë mend, të paktën nuk kom pas ndonjë moment të stresit ose të frikes. Me misionin verifikus po, disa herë e mbajnë mend 2 momente që kanë mbet me mu gjatë gjithë jetës dhe nuk kom i haru, ka qenë tash njihet epopeja e Hasit, kur na lajmëruan se ka të vrarë, edhe natyrisht sipas misionit verifikus ka qenë dalja në teren. Edhe atë kohë në verifikim ishte një ish polic amerikan, me cilin mra me qenë, edhe me pa e mbajnë mend edhe sot e kësaj dite, e kom pa të vrarë mësusin e Bishtazhinit, Gaspar Karaçi, i cili ka qenë duke i përcjell ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës me i nxjerr jashtë zonës së rrezikut, ata kanë qenë duke bartë armë prej Shqipërisë, edhe kanë godit, e kanë plagos edhe ai kishte vdek nga gjakderdhja. Sot e kësaj dite mbajnë mend fytyrën e tij, mbajnë mend plagën ku e ka pas, dhe mbajnë mend diskutimin e keq që ka qenë me pastaj policë që erdhen të ushtrisë jugoslave atë kohë në komunikim se ata e mohonin krimin që e kishin bo, për arsye se misioni verifikus e evidentonte, e shënonte, ajo ka qenë një prej momenteve të rënda, se për arsye kur jemi kthy mandej në Has, e di që një plak na tha, në fakt ju drejtu Amerikanit, i tha, çka jeni boju veç evidencën për njerëz të vrampi merrni, se kurrë tjetër s'po bani ju të huj. Do të shndruvesh në numra dhe po ajo ka qenë ajo pjesa kur janë në mbledh shënimet. Edhe e dyta ka qenë shkumja në Shqipon, ose në tash atë botë një imam në Jablanic, Gjakovës, kur i kemi kalu disa prej postbloqeve, natyrisht me kert blindum, misionit verifikus, edhe ka qenë, nuk e di, a e mban mend, por ka qenë një, atëherë ish shpërnda fjala që ishte vra atëherë në fush betejë Naim Maloku. Ministre, sa për digresion, unë jam shumë i ri, në mosh 96 jam kështu. Ti ki pas 3 vjet. Okej. Ti se mban mend thashë thëmen që vra Naim Maloku. Naimi ka qenë gjallë. Mo jam shumë i interesuar për ngjarjet edhe rrëfimet. E që ta tregoj tash për moshën e re, ne shkojmë, i kalojmë disa postbloqe dhe kur mrim në Jablanica, Jablanica ka qenë pa ushtri jugoslave, domethënë ka qenë vendi i shtabi i ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe takojmë Naimin në kom të veta, i pa plagosun komandant i ushtrisë. Nuk e kemi taku Ramushin, e kemi kërku, e mbajnë mend si komandant i zonës, na thanë që nuk është atë.
por ai ka pas flamurin në një gjemper, flamurin e Gjermanisë dhe i tha shefit misionit për rajonin e Gjakovës, i tha ko kem të njëjtës ushtrina dy bashkë. Këto një pjesë, një epizod i shkurt, deri në momentin kur ata janë tërheke, na kemi mbet mbas. Në ndërkohë, pas këtij angazhimi, ndodhi diçka ndërmjet edhe ju fitoni një bursë, vazhdoni studimet për master në Amerikë. Kom apliku për bursë me rekomandimin e profesorit Mamet Mustafa, cilin gjithmonë jam falenderuese për ata se na ka informu. Unë kom shku në Shkup 3 ditë para se me fillu bombardimet e NATO-s, në kohën kur nuk ka pas as mision verifikues se gjithë ndërkombëtarët u tërhoqen nga Kosova, se ishte pjesa ultimatumit që i dha Slobodan Miloševićit me i tërhek trupat. Ka qenë gati se e pa imagjinueshme me lëviz, e kom pas ashtu një bindje, një kokëfortësi që duhe me shku në intervistë në ambasadën amerikane në Shkup, edhe intervista ka qenë e caktuar me 22 mars. Me 22 mars e kom kryu intervisten, kom dash më kthy me 23 mars, nuk kom mujt, o mbyll kufini edhe unë kom bet në Maqedoni, zyrtarisht refugjate me letra. 99 apo? 2 ditë para bombardimeve, vjen? Po 2 ditë para bombardimeve kom shku për intervistë, ndërsa me 24 kam fillu bombardimet. Unë kom bet atje, kom pas kusherinën që aja kom qëndru, është e martume prej Prishtinës në Shkup, te familja Shuku atje, dhe 3 ditë më pas rastisht kom gjetë punë me Radio Nacionale Publike. O bëhe pa mundu për juve me Jo, kufini ishte i mbyllur, nuk ishte mundësi. Ka qenë periudha kur fillun me ardhur refugjat të parë prej Kosovës, ata kanë qenë zonës Kaçanikut edhe Ferizajit në Maqedoni, po Maqedonia i bllokoi edhe i lan llace. Nëse të kujtohet ka qenë kjo periudha, s'kujtohet, po nëse historia e tregon, ka qenë kjo periudha ku diku 10 ditë, nëse nuk gaboj, kanë qëndru mbllace, kanë qenë kushte të tmerrshme. Po si do qoftë unë prej 27, unë kom qenë mrenda në Maqedoni, do me thënë në Shkup, po prej 28 marsit, se me 27 kom fillu punën me Ann Garrels, gazetanën amerikane të National Public Radio, edhe prej 28 që të kemi qenë teren. Edhe kom qenë me NPR-in deri me 11 qershor, se me 12 qershor kom fluturu për Amerikë, se në ndërkohë kom marrë vesh që kom fitu bursën, edhe ata e kanë kuptu që pasaportës time jugoslavet asaj kohë i s'ka dënë të afati, edhe insistun me më qunë Amerikë ma heret, në mënyrë që me hy jo si refugjate, po si studente. Edhe kom qenë përfaqësuesja vetme prej Kosovës në program për vitin 99. Pasaportës i s'ka dhe legaliteti më vonë, që është e vërtet. Mirë që ndodhe në fakt ajo. Ju për një vjetë e gjysë qëndrut në Amerikë? Unë kom qëndru për 2 vite, po nuk kom ri më kthy, për arsye se me 15 qershor të 99 si s'ka doja afati pasaportës, se s'kom pas më mundësi ku mi marr. Jugoslavia i ka pas ndërpe marrëdhëniet diplomatike me Amerikën, domethënë nuk ka pas mundësi po të dukshme, ndërsa kush ma ka lëshu pasaportën është, domethënë jo pasaportën, një dokument udhëtimi 1 vjeçar. Në maj të vitit 2000 kom arrit me ndërmjetësimin e programit të State Departmentit që në zyrën e do më thënë në përfaqësimin në Kombët e Bashkuara të ish Jugosllavisë, me marrë një dokument, do më thënë me cilin kom mujt më kthy në Kosovë, për arsye se s'kom pas mundësi, edhe në Kosovë mandej kom marrë dokumentin e udhëtimit të unë mikut, në maj të 2000-s. Po, gati se si në për ato filmat stateless, do më thënë kur mbetesh pezull, që nuk kom apliku asnjëherë as për qëndrim në Amerikë, as për vizë, as për shtetësi, edhe pse ka qenë ma e leta punë më bo, kom insistu me u kthy, edhe në korrekt të vitit 2001 kom diplomu në master në Business Administration, atë bot në e-commerce. Edhe kom ardhë në Kosovë, ku s'ka pas as ATM-a. Edhe është dashtë me fillu krejt jetën prej fillimit, mandej në kushte të riprogramume, po me gjithat për mu ka qenë ma e rëndësishme kthimi, edhe rilidhja me familjen, me shoqnin, shumë e dhimbshme një numër të konsiderueshëm të shoqnisë që nuk e kom pas më. Gjakova ka qenë vend shumë i goditun, numër i konsiderueshëm i njerëzve të njohur. Edhe këtë më u pyet, domethënë kontaktet me familjarët, edhe për gjatë kohës sa ju ishit në Shkup, edhe kur shkut në Amerikë, sa ka pas ndaj gap, ndaj hapësirë që s'keni mujt me komuniku, apo keni majt komunikime të rregullta me familjarët? Jo, s'kom majt, do me thënë deri me... Mandej zhvendosja atyne prej Gjakovës, si ka ndodhur? Me familjen kom qenë komunikim vetëm 3 ditë, mbas fillimit bombardimeve, për arsye se është bombardu posta këtu në Prishtinë, edhe nuk ka pas më telefona. Edhe unë nuk kom ditë asgjë për fatin e prindve të mi, 2 motrave dhe vllaut.
kom dëgju çdo gjë, për arsye se kanë ardhur refugjat. Gjatë gjithë kohës kom qenë në kampe të refugjatëve nëpër Maqedoni, domethënë deri në Gostivar, në Tetov, në Blace, pastaj kur janë instikti që me i lypë dhe me i kërku edhe gjatë mbrana gjithë kohës kampe. kom kërku, ka pas raste kur kemi shkuar me mëngjes në kampe, edhe më kanë thonë ka ardhur një familje prej Gjakovës, se unë kom vrapu me i kërku për mi pyet a din diçka për familjen. Shumë herë më kanë thonë, për shembull, kom pas një familje që kishin shku prej Gjakovës në Ferizaj, prej Ferizajit kishin ardhur në Shkup edhe më thanë, jo ty ta kanë vrarë babën. Për shembull, ajo ka qenë një moment i rënd për mu, po s'kisha lidhje me askënd, domethënë s'misha me konfirmu asnjëherë lajmin. Mandej kom pas shok studenta, shoqe që i kom taku në Blace, që i kom ndihmu disa me dalë prej kampit, se duhej një konfirmim, ose i merr një makinë me gazetar. Ku takut edhe masa kohë, Me familjen jam taku në maj, që të regoj me lajmin e parë që jënë gjallë, e kom marë 5 ditë para se mu nisë për Amerikë. Kur një kojshi e familjes time në Gjakov, kam ri me shku në Pej, edhe kam ri me dalë në Ulqin, edhe mandej disi si lidheshim, ajo e ka taku familjen e nanes, edhe i ka tregu që familja e doktor Ademit janë gjallë, po lëvizin prej shtëpisë tyne po shkojnë te shtëpia te banesa vllajit, se në banesa ka qenë si bindja që ma pak i kanë Atë më thonë, ata nuk kanë lëviz për i Gjakovës. Fore, ata babi brenda, si mjek ka qenë gjatë gjithë kohës në shërbim, do më thonë, a i çdo ditë ka dalë në punë, në spital, se Gjakova ka qenë i vetmi spital në krejt Kosovën që mjekët kanë dalë, se s'ka pas mjek sërb mi zavendësu. Do më thonë, mjek shqiptarët kanë qenë aty. Edhe spitali mandej është bo, fillimisht si maternitet në vitet e 90-ta për krejt Kosovën, e mandej gjatë luftës është bo dhe si strehimore për njerëz cilëve ose ju ka kallë shtëpia, ose kanë pas të vram ose të plagosun edhe kanë shku me ta dhe mandej kanë qëndru veç në spital se s'kan pas ku mu kthy. Mandej më kanë tregu që babi çdo ditë gjatë luftës ka dalë në spital, e ka kry punën e vetë edhe është kthy, kudo që kanë qenë familja që kanë lëviz, po vetëm 2 ditë të fundit, motrat më tregonin që kanë dalë se edhe mami edhe motra tregonin që kanë dalë për furnizime, janë mundu, do të thonë çat far hapsinë të vogël sa ka mujtë me u siguru gjatë luftës. Unë me ta nuk kom pas kontakt, ata kanë mendu që unë kom u kthy në momentin kur ka hy NATO. Ata janë gëzu si gjithë tjertë, me 14 qershor kam ri NATO. Edhe aty më rinë dikush tjetër pi Shkupit e ju thot, jo, vajza ju ka shku në Amerikë. Ata se kam pas iden që ka ndodhë me mu për 3 muaj. Edhe si ka rjedh jeta edhe angazhimi im. E mandej motra më tregonte që e kam pas si ditëzije që është shku në Amerika, jo neve pa na tregu pa se jemi taku. Po gazetarët e NPR-it, unë kom fluturu për Amerikë, ata kanë hyrë në Kosovë, edhe kanë shku me telefon satelitor, e kanë kërku familjen edhe pa të mgjetë. E kontaktin e parë me ta e kom pas në korrekt të vitit 99, ku unë kom qenë... Për mes telefonit? Me telefon satelitor. Ku unë kom qenë Connecticut, edhe ata kanë shku dhe kom pas bisedën e parë me mamin, me babin, me motrat e me vllajin. Andaj kontaktin fizik mas një vit e gjys apo sa vjen? Kontaktin fizik në maj të 2000-s, kur kom ri me marrë qatë dokument të udhëtimit, edhe ato me ndërhyrje të zyres programit të State Departmentit, që me ma jep qatë dokument një zyre ambasadës Jugoslave në Kanadë, se nuk ka pas në Amerikë, edhe ato ma kanë shu vesh për një vjet. Edhe mandej, më kam jaftu për më ardhë, më vizitu edhe më këthym rapa për me diplomu. Gogja është sfida dhe privetësi, po me gjasa e situatë, tash ju thash në fillim që jem mundu sa ma shumë me mësu edhe për rëfimeve dhe situatave të asaj kohe. E kjo, sidomos për gjithë neve që më tëmë në një farë forme me i shërby vendit, na shërben simsim që me pa në qarë sfida kemi kalu edhe si shoqni, nëse jo si individ, po edhe si memorie kolektive. Mandej ministri ju kthyt dhe tash periudhën kur filloi unë me majt në mend, ju u angazhut në institucione mas luftës, duket keni qenë në kabinetin e Bajram Rexhepit në 2003 nëse Para asaj unë kom punu në si jom kthy prej Amerikës, jam angazhu me njëherë në një program bankesh botërore për sistemin e arsimit, prej asaj kohë, financimin e sistemit arsimit. Ne punonim për këtë pjesën e qëndrueshmërisë financiare, edhe mandej në një pjesë shkurt për programin e USAID-it Kosovo Business Support për kompanitë private, ka qenë fillimi kur u hapen edhe
ndërmarrjet, domethënë prodhuese, kompanitë private kosovare edhe shërbyse. Por në atë periudhë kohore, unë prej KBS-it e më angazhun zyra amerikane këtu atëherë ende si ishte ambasadë, e fillun programin e hapjes së fondacionit për Universitetin Amerikan Kosovë. Edhe më kontaktun, thamë, po na duhet një menaxher lokal, unë isha vetëm në program të USAID-it, ta mundesh me ardh. Pranova dhe fillum, kështu që hapat e para të angazhimit prej hapjes së zyreve deri tek ma elementaret, i kemi bo me atëherë punëtorin e parë amerikan dhe unë për fondacionin për Universitetin Amerikan të e pregadit fondacionin për fillimin e vitit të ri shkollor të parin të AUK-ut. Domethënë në vitin 2003-2004. Megjithatë unë të e promovu programin e Universitetit Amerikan, një këshilltare që ka qenë zyret kryeministrit prej USAID-it e ka pa dhe ka thonë pse s'ftojmë këto, ata ishin konë të intimu kryeministrit atëhershëm Bajram Rexhepit me ristrukturim zyres, me skuadro 3-a, me ma bon ftesën për më shku për zëdhënse. Paradoksalisht, më ka ftuar Dian Gjini. Se njiheshin prej Gjakovës, edhe më thot që është shumë interesante, shumë ishte sa i ka qenë këshilltar i kryeministrit Bajram Rexhepi. Unë shkoj, takohem me kryeministrin, e ndjej përgjithsinë për mi ndihmu, ka qenë edhe në shihej që ka nevojë për ndihmë, shihej që komunikimin me media, jo që unë e disha, po ai përkundrejt ngarkesave dhe angazhimeve të veta e bënte edhe pak disi me këshilltar që ishin ma shumë politik se sa vetëm këshilltar për media, edhe pranoj. Po pasi pranoj unë për me qenë zëdhënse e qeverisë, edhe thëmë në rregull, ka nevojë vendi, edhe pse paradoksalisht po thëmë edhe njëherë nuk e disha sa ministrion tamam. Kisha qysh du me dalin zëdhënse e qeverisë, mirë na unë me këtë punë, nuk e shisha vetën fare pjesë e institucioneve. Po ma ndej disi merr dhe ajo thirrja që ka nevojë për ndihmë, edhe nëse nuk ndihmojmë tash secili çka mundem, se ishte edhe paga shumë ma e ulët, ishin edhe kushte, domethënë, ajo situata politike shumë e brisht. 3 parti, një farforme gati dhënshëm koalicion, PDK, LDK, AK. Por Zati kjo, më ndej shkurt besë. Unë kom pranu, unë kom fillu punën, në fakt unë kom pranu në qeshor, po më ndej PDK-ja nuk miratoj ke mu. Nuk ja kanë leju atë ko. Kryeministrit Bajram Rexhepi mi marrë dikon për jashtë deri në shtator. Në shtator më ndej kanë thonë mundesh me shku, nuk e di pse. Kundërshtimet me PDK-n që kanë të hershme. Po, datojnë 23 vite dash. Kanë gjizë prej atëherë. Kur filloj punën në shtator 2003 deri në dhjetor 2004, kur janë mbajt zgjedhjet, edhe unë kom qenë aty kur është bo transferit te atëherë kryeministri Ramush Haradinaj, për atë 100 ditëshin e parë të tij. Ka qenë përvojë shumë interesante. Domethënë shumë njerëz që mandej kom rrugtu politikisht e profesionalisht i kom taku aty. Ka qenë bashkë me mu Ilir Deda, domethënë zyren e parë që kemi pasi 2 këshilltar 3 të kryeministrit Bajram Rexhepi, kom qenë unë me Ilirin. Ndion, domethënë 2 tavolinat në gjithë me unë janë, ai në anën tjetër. Ka qenë Venera Hairullahu, Ilir Dugolli, sot ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E për një periudhë të caktuar kohore, edhe Flaka Suroj si ushtruese detyre sekretares përhershme të zyres, për shkak se sekretari atëhershëm Mehmet Hajrizi ka qenë në pushim mjekësor nëse nuk gaboj. Po kjo ka qenë ajo pjesa ku jemi taku e kemi përjetu të qenurit në shërbim të institucioneve të përkohshme që quheshin me mbikëqyrje ndërkombëtare. Domethënë secili pozitë e lartë politike e ka pas edhe një mbikëqyrës. International Principal Officer, IPOs, që mbikëqyrnin pozitën e secilit të zyrtar politik të shtetit. Edhe kemi kalu edhe në periudhën më të rëndë të trazirave të Marsit, unë kom qenë zëdhënëse në atë periudhë kohore, me një edhe dhimbje, edhe seriozitet e përkushtim maksimal për mos me lënë situata me dalë jashtë kontrollit, përkundrit që ndodhen gjana shumë të rënda në mars të vitit 2004. Kosovës pastaj ju imponun standardet para statusit, edhe pjesa tjetër që ka qenë me pavarësinë e mbikëqyrur që lidhe mandej me procesin e dialogut për shtetësinë. Kur ka ardhur kryeministri Ramush Haradinaj, edhe kur ju bë dorëzimi, unë e pata ofertë me qëndru, me vazhdu me qëndru prapë si zëdhënëse, po i thash. Jo, nuk... Aty e ndërprejtët atë angazhim. E kom ndërprej. Mandej, ka diçka ndërmjet, para se nëse nuk ka bëj 2010 është AKR-ja në skenë. 2009 jam bashku AKR-s, po në ndërmjet ka qenë
6 muaj në me datat, domethënë me vitet zgjedhore, më shumë më në ngjarje. Po unë jam bashku në AKR 2009, po para asaj unë mandej kom marrë detyrën e drejtores së Odës Ekonomike Amerikane. Domethënë kur ishin fillet e para, ende s'kan qenë të akredituar, prap ka qenë institucioni pa, domethënë kanë fillu, mandej patën pas probleme serioze, morën, unë e mora me përkushtim, e kemi rrit bazën e antarëve, patëm akreditu me US Chambers of Commerce, me European Council of American Chambers of Commerce, edhe për 3 vite e gjysmë kom shërby si drejtore ekzekutive Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ka qenë një punë kogja e madhe në veçanti në ngritjen e profilit një institucioni, por edhe në mbajtjen llogaritë të qeverisë parë Thaçinin, nëse të kujtohet, pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008-2009. Në fund të verës së vitit 2009, kom marrë ofertën prej, në fakt, AKR-s në Gjakovë, domethënë kanë qenë të Gjakovës, që më kanë thonë se s'po vjen me garu për kryetare të Gjakovës. Edhe e kom mendu, për mu kur s'ka qenë politika, për arsye se kisha përvojën nga niveli qendror atë kohë me qeverinë e parë pas luftës, po nuk e shisha politikën si të tillë, domethënë vetëm për ligje këto, e mendoja më shumë si ekzekutiv. Edhe sot e kësaj dite mendoj që pushteti lokal është kombinimi më i miri politik bërjes edhe ekzekutivit drejt për drejt, domethënë kontaktit me qytetarët. Është 2013 gara për Gjakovën apo 2013 e kom fitu, 2009 është hera e parë që kom hyrë në garë. Edhe kom hub keq. Se mi kanë vjedhë. Ama nuk keni hek dorë. Jo, ka qenë jeni gruaja e parë si kryetare e komunës. Ende fatkeqësisht e komunës shqiptare e para dhe vetmja. Se në komunat serbe janë zgjedh, po ato gati se janë zgjedh me aklamacion, mi u thonë, në farë forme kështu se nuk kanë pas kundër kandidat, tash aktualisht janë Graçanisë dhe Klokat. Po para se me fitu garën për Gjakovën 2013, ju keni qenë ministre dhe zëvendës kryeministre. Për arsye se 2009-ën hyna në garë. Ministrisë të Tregtisë edhe në atë kohë. Mande 2010-ën kom hyrë në zgjedhje nacionale me AKR-n, kom fitu. Në 2010-ën fakt kom qenë gruaja më e votume. Atëherë nuk ka pas prezencë kaq të madhe të grave në politikë. Edhe mandej jam zgjedh si pjesë e AKR-s në koalicion me PDK-n, edhe me parti tjera jo shumicë. Jam zgjedh si zëvendës kryeministre për ekonomi dhe ministre të Tregtisë dhe Industrisë. A ka qenë edhe energjetika atë kohë apo jo? Energjia ka qenë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Ama tash është shumë aktuale tema dhe sa herë që flitet për privatizimin e Kecit, përmendet edhe emri juaj. Zakonisht përmendet në këtë kontekstin negativ, sepse ajo çka tashmë po shihet që po ndodh me sistemin energjetik dhe shtrejtimet të rrymës vit pas viti, janë brenda kësaj përfoljes që është privatizuar në 2013-ën kjo korporat, po nuk dihet saktësisht cilat janë termet, kushtet e atij privatizimi. Thonë na jemi në një farë tere informatik sa i përket asaj situate, shpeshherë shtrohet që kjo pyetje dhe dilemë pse s'mundet me u përfundu ai lloj ose me nacionalizu prap ose me u ditë për sa kohë është i privatizuar Keci e kështu me radhë. Po. Faleminderit në fakt Dibran, se është shumë e rëndësishme për me ushtillu faktet edhe krejt kur po përdoret për qëllim politik. Unë e kuptoj se goditen për shumë çka. Ka pas raste ku më kanë thirrë për privatizim të aseteve që unë kur s'kom pas punë të tjerave, domethënë AKP-n, që asnjëherë në portfolio temes ka qenë AKP-ja, po aq shumë është se unë kom bet aktive vetmja prej atij grupi të ministrave. Kështu, Këshilli për privatizim është votu, Komisioni për privatizim dhe vendimi për privatizim është votu në qeverinë Thaçini. Do të thotë në qeverinë kur ka qenë PDK LDK në mandatin e parë. Edhe shpallja e pavarësisë, institucionet e reja, dhe është vendimi i vitit 2008 dhe pastaj pasu me vitin 2009 për privatizimin e korporatës. Po kjo nuk ka qenë veç vendimi i qeverisë. Tu kanë qenë të përfshim USAID, KFV-ja, Banka Botërore, IFC-ja. Në fakt, IFC-ja asaj kohë ka qenë transactional advisor. Do me thonë këshilltari transaksionit për krejt procesin që ka fillu në vitin 2009. Me njëherë, do me thonë një vit mbas shpalljes së pavarësisë, dhe mandej është edhe një vendim i kuvendit diku në vitin 2010 që miraton privatizimin. Por, atë botë, përveç se ka pas probleme në rjetë, ka pas importe enorme të energjisë elektrike. Unë e mbaj në mend që unë kom qenë për privatizimin, jo në kuptimin e heqjes dorë të aseteve, po ndaljes asaj të humbjeve të cilat ndodhnin, edhe deri tek fakti që ka pas rast ku brenda një periudhë të shkurtë kohore Kosova ka importuar hymë në vlerë të asaj kohë 80 milion euro.
edhe që nuk ka pas transparencë të mjaftueshme krejt. Por unë kom qenë me detyrë zyrtare ex officio, domethënë si ministre e tregtisë dhe industrisë, pjesë e komisionit qeveritar. Komisionin qeveritar kemi qenë 5 ministra, edhe kanë qenë ekspertët e paguar prej Deloitte-it, prej USAID-it, edhe IFC-ja Banka Botërore dhe gjithë të tjerë. Domethënë, kjo ka qenë një proces, si më thonë, i përkujdesun nga krejt ata që janë qenë pjesë e shtetë ndërtimit. Për arsye se kanë thonë që me hek dorë prej në një aspekt keq menaxhimin, mungesës investimeve në sektorin publik, kjo do të më privatizu. Me pakon e privatizimit kanë qenë të kushtëzume 300 milion euro investime në rjet. Investimet në distribucion. Pastaj rregullimi i procesit faturimit e krejt shumë e radhë. Unë sot nuk e kuptoj pse në shoqëni nuk hapet si debat shumë i thjeshtë. Thirrni krejt aktorët e asaj kohe. Të gjithë janë fatmirësisht një numër i madh i tyre, më thon 98% gjallë. Edhe janë prezent prej ministrit, në atë kohë Besim Beqaj, ministri i dikasterit, Dardan Gashi, Nenad Rashić, më vonë pastaj Bedri Hamza. Unë, do me thonë, ne jemi persona të cilët jemi muj me testu, me një farfon, me testify, me dëshmu, për krejt procesin, se edhe kur është diskutu edhe o gjyku, përfshi edhe akt akuzën, që ka përfshi që është ngrit për 4 hidrocentralet e vogla që kanë qenë pjesë e distribucionit të janë privatizu, edhe akt akuza ka qenë që këto janë gjenerim, nuk është dashur mu privatizu. Që ka zgjat 8 vjet, edhe në fund gjitha instancat jemi shpallë pafajshëm, është nis me dokumente zyrtare, domethënë me dokumente drejt të mbledhjeve të miratuara zyrtarisht, që kanë qenë absurd. Ju ministre, që më thonë, dilema dhe pyetja jam është pse ato marrëveshje nuk bëhen të dituna edhe për publikun, se nuk ka transparencë. Në këtë pikë nuk ka as edhe një problem të vetëm për më bë publike. Edhe nuk e di nëse ka pas kërkesë, duket se po unë insistoj sot që ajo marrëveshja privatizimit le të bëhet publike, duhet më udit, për arsye se krejt çka ka pas me u testue, sfidue, dëshmu o kry me këtë pjesë. Na do të me pas procesin e do të me mbajt në llogari, unë besoj që sot o shumë e rëndësishme që nëse në një kohë kemi besu që privatizimi mundet me sjell një situatë më të mirë në sistemin elektroenergjetik, sot nëse nuk ka, për shembull, të themi problemet asaj natyre që kanë qenë atëherë, po sot e ki një realitet krejt tjetër. Sot në ne je sistem... Prandaj kur po thoni që duhet më bë publike, pyetja është prej kujt duhet më bë, do të thonë se ju jeni në ekzekutiv. Duhet më bë shumë e thjesht prej Ministrisë së Ekonomisë, po e marr përsipër mi thon ministres Artane, pse nuk e ke më publike, se nuk e ka, nuk lidhet as i përgjithësia asociume me qeverinë aktuale, me atë proces, për arsye se nuk është çështje e, po nuk është çështje që jemi ty dashur me mbrojt diçka. Është në interes publikut me udit. Po mungesë të informacionit, mandej futemi në këtë rrafshin e spekulimeve që aty ka diçka shumë sekrete, nuk ka të bëjë veç me marrëveshjen, po ka të bëjë edhe me relacionet tona me Turqinë, kështu me radhë, po si në Mirë, ajo pjesë është pjesa e politikës, po pjesa që është në kontratën e privatizimit nuk ka të bëjë me politikën, ka të bëjë me çështjet ekonomike dhe teknike të menaxhimit të rrjetit edhe të obligimeve të dy palëve. Edhe një element është se thuhet që krejt asetet ja kemi dhonë Kecit ose një kompanie private. Asetet po janë në menaxhim të kompanisë, po me ligjin për energjinë, asetet elektroenergjetike gjithmonë janë të vendit, se nuk mundet kompania private të qismi marrën krah edhe mi diku. Ato nuk janë të transferueshme, ato mbeten këtu. Prandaj edhe llogaridhënia edhe përcjellja e zbatimit të kontratës, i dashur me pas kontekst tjetër. Po tash ti mundesh me pyet pse si angazhuar ti në këtë debat. Për arsye se gjithmonë unë jam pa në këtë debat, domethënë si palë e fajtore, ti je aty, rriti aty, se ti ki fajet për këto, përkundër që thash, këto nuk janë vendime individuale, këto kanë qenë vendime kolegjiale. Kush do me pas qenë pozitën time? Sot edhe kritikus më të ndaj në atë kohë, këta kishin qenë ose kishin mujt me pas pozicionin njëjtë. Kur e shiqon ti midis humbjeve të mëdha teknike, midis importit ekstrem që ka ndodhur në atë kohë, për arsye se në atë kohë ne kemi qenë në sistem elektroenergjetik me Serbinë. Nuk kanë qenë kufit. Vetëm në vitin 2020 Kosova ka fituar pavarësinë elektroenergjetike kur është bë pjesë e ENSOE-s. Do të thonë, nuk hyet në diskutim të fakteve dhe argumenteve, po hyet në terma të përgjithësuara dhe është e lehtë. Se ki një person prej asaj strukture që është sot aktive në politikë, do thonë, po ajo ka fajt. Unë shpesh e dëgjoj veten që janë fajtore për privatizim në AKP, për privatizim të Kecit, për shumë gjëra tjera, në realitet ka pak argumentim me fakte, sa ka deklarata politike edhe tendencë për mu përdorur politikisht për linçim, kryesisht edhe për kritikë. Kjo na zhvendos, sidomos qalia e fundit, tek një situatë tjetër, tash po kalojmë
një 2-13 vite mas në mandatin e kaluar. Ju ishit shefe e grupit parlamentar të Lëvizjeve Vendosje, po e ndoja tash një copshtu edhe për publiku, na personalisht nuk kemi pas asnjë lloj kontakti, asnjëherë deri para pak ditë para emisionit, edhe nëse ju kujtohet, na jemi taku në shesh rastisht në njënën prej ditëve kur ish ajo saga e telefonatës me Radojqiqin dhe përgjimet, edhe ju më pa të drejtu, unë u çudita pak, se më pa të drejtu, thatë falenderit për korekcinë, kështu diçka, thash... Po, të kom pa në emision edhe të pashtë të kalu në shesh, kështu po. Edhe unë i thash, deputete, a jeni sigurt, se unë nuk kom pas, si më thonë, qëndrim mbrojtës ndaj jush. Unë kom bendu që në parim, me një person që ma vonë edhe u pa në rezultate, se që ka prodhej a edhe grupacioni i ti me Bajnskën, në parim nuk duhesh me komuniku, po ndodhi, si me thonë, ish dy vjeqarsh, nëse nuk ga bëj tash gatit në 3 vjetë që është folë, është për folë, edhe mes tash goditjeve, linqimit dhe gjithçka e që ndodh aty, po du me ju pyet sot pe pozicionit që e keni dhe në një distancë kohore, ajo pyetja dhe përgjigja gjithë e famshme është që nëse isha kthy kisha vepruar gjithë njëjtë, po ajo që ju jeni marrë me atë proces, mandej me sa di e keni denoncuar dhe si lloj manipulimi është më radh, po vetë bisede nuk e keni mohu dhe tash edhe përshtypja është nuk ka ndonjë penalizimi për juve, për vetëvendosjen në përgjithësi, ndërsa diskutimi me që nuk e di a e lash në gjysmë për atë takimin rastor në shesh, po të thonë, qëndrimi jam ka qenë në parim nuk duhesh, po mas kësaj ekziston edhe diçka tjetër. Ekziston edhe kushëzimi ose shantazhi që prodhohet për një audioinqizimi. Pra nëse dikush e bën një audioinqizim dhe vjen ju thot bëjeni këtë veprim ose këto se kam një audioinqizim, vjen që shantazhi bjen kur përgjimi plasohet në publik. Do të thonë edhe personi që bën mbi bazën asaj logjike vendos me bo domin më të madh të mundshëm me që s'kam rri me bo diçka tjetër. Po besoj unë me na fol edhe ku është procesi tash me që keni denoncuar dhe si ka shkuar. Bisedat të mia të cilat janë keq përdor me atëherën kryetarin e kuvendit, Slavko Simić, janë zhvillu deri diku, do me thonë prej maj 2021 deri në qershor 2022. Do me thonë, kur jemi taku në kuvend për çështje të agjendes edhe për çështje të komunikimit në raport me procesin e votimit. Tash, në një moment të caktuar në maj të vitit 2022, Slavko Simić insiston që prap ka qenë çështja e energjisë dhe verreut, ka qenë çështja e Vallaçit, do të thonë trafostacionit në Vallaç, insiston që vetëm një njeri mundet me jap garancë se kish probleme teknike atje, që s'ka me ndodh asgjë. Unë kom refuzuar disa herë dhe ai më thotë e lëshon telefonin edhe e thirr Radojqiqin në maj të 2022. Po ndërkohë po supozojnë përgjimi bëhet me një pajisje tjetër? Po 2 telefona, ai gjithmonë ka ardhur në takim me 2 telefona. Do të thonë unë jam e bindur që këtë biseda që kemi pas, edhe ai nuk normal. Ato mandej janë kput edhe janë bashku. Se ajo ka skenar, do të thonë përgjimet ju që i dëgjoni nuk janë përgjime të një dite. Ato janë përgjime, do të thonë në një ditë kur o transmetu, se ato kanë qenë me epizoda, që dini jemi maltretu kështu me javë të tëra, po ata kanë marrë përgjimin edhe kanë thonë tema sotit është për shembull çështja e veteranëve, që është absolutisht komplet, nëse është diçka e nxjerrë me jashtë kontekstit është ajo. Për arsye se biseda për çështjen e veteranëve bëhet masisht miratu ndraft ligji për pagën minimale në lexim të parë, edhe nis protesta dhe ky insiston me ardhë dhe më thon, unë i them pse jeni hyrë sallë, se absolutisht ajo ka qenë plan, del PDK-ja hyn lista serbe, na kemi qenë 64. Kur hyn ata buan 74. Do të thonë asnjëherë nuk ka pas çështje të komunikimit në raport me çat pjesë të votimit edhe për çato qëllime që mandej është lidhe, o mundu me u bëhe me u rrit, për me u shkaktu ajo që u pretendu me u shkaktu, po nuk arriti qëllimin e vetë. Sidoqoftë, aty ka pas, po besoj, disa takime që janë incizuar dhe mandej janë lidhë sipas interpretimit. Por, çka është më e rëndësishme, opinionit publik nuk ju ka lëshuar asnjëherë biseda me Milana Dojqiqin.
Ajo unë insistoj edhe kom e insistu sot kom frym për me u edhe me u denoncu që ajo bisedë që është edhe kom kërku edhe prej prokurorisë, e cila fatkeqësisht në një rrufesh shpejtësi për 3 javë e ka kthy përgjigje negative pa e bo super ekspertizën. Unë kom kërku super ekspertizë. Prokuroria e kthen Po është ministre, është një pjesë e komunikimit me Radojqiqin apo jo? Po unë ndëgjom. Biseda me Radojqiqin është bisedë në gjuhën shqipe, Dibran. Që të mu më dhem, se që ata që e kanë qitë, ajo bisedë që del, se nëse ndëgjon ato që ka e kanë transmetu mas një viti, mandaj vitin e parë 2023 në korek, kanë provu me shkaktu protesta. Si pas jush, incizimet janë bo në zyrë, po një pjesë e përgjimit, për çfarë sa po më kujtohet, është kur Slavko e takon Radojqiqin. Po jo, nuk është, që ajo është e fabrikume. E takon Radojqiqin edhe i thotë tyve, jam me Radojqiqin edhe ndodhë qaj komunikimi. Po, ti ki besu qaj, po jo, ajo kanë... Qashtu është transmetu, po. Po tash, ato e kanë marë fjallë, do me thonë nëse ti e dëgjon qatë incizim, a incizim unë një 3 herë thonë veç da, po, sërbesht. Do me thonë nuk s'ka interakcion, aj i përmend, si pas skenarit, thotë qysh jena marrë vesh për 3 sende. Gjykata kushtetuse, ligji për pagën minimale dhe s'po di diçka tjetër. Gjykata kushtetuse, asnjë gjykas nuk o votu sa ka qenë lista sërbe në atë periudhë kohore. Do me thonë lista sërbe në qershor të vitit 2022 nuk ka ardhur më në kuvend. Edhe kjo kur nuk o bo, do me thonë transmetimit janë bo 2023 në korek, pasaj 2024 në qershor, edhe o bo me qëllimin më kriju bindja që na kom partner me listën sërbe gjatë gjithë kohës. A lista sërbe në qeverin Kurti 2 ka qëndru vetëm një vit në kuvend, edhe kanë hek dorë. Për arsye se ka përfundua i komunikim kur Slavko Simić ka ardhë mas një periudhe, edhe për ato të kom thonën e ty faliminderit, për arsye se ti e ki pa pas në asnjë komunikim, ti e ki thonë ajo nuk i ka pranu shantazhin. Ka ardhur Slavko Simić në qershor të vitit 2022, pa ndodhe ende krejt ato sendet tjera pasaj në veri, edhe ma lexon një letër prej tij. Edhe në atë letër kërcënon, thjesht kërcënon, thotë ju nuk keni pranu asgjë që na kemi komuniku, qeveria Kurti punon kundër popullit serb, unë kom e luftu deri në frymën e fundet mi urdhzu, mi bo këto, edhe ma lexon ai letrën në telefon. E thom, a e përfundove po dil jashtë tash. Dil jashtë. Jo mi moza ka diçka, s'ka mo kur gjo dil jashtë me mua e ki kry, nuk ka mo as edhe një komunikim tjetër, edhe aty o ndërprej. As në kuvend, as pas, as në telefon, kur gjo mo tjetër s'ka komunikim. Ky është qershori 2022, edhe është letë e vërtetueshme për arsye se janë incizimet e kuvendit, janë proces verbalet, janë, do me thënë, çdo gjë, jemi ty fol për një sistem i cili shumë lehtë është mu verifiku, pasi është e thënia e vështirë është më e hulumtu të vërtetën se gënjeshtrën e gjenë me njëherë. Edhe tek në korrik të 2023-ës fillojnë më lëshu këto përgjime prej një portali. Lëshohen për 3 ditë, prej të Hanës deri mërkurën, për mu organizu një protestë shtundën. Kjo ka qenë me radhë, edhe kryet bindja që deri atëherë. Kjo ka ndodhë mbas maj 2023. Do me thonë, ndodhë maj 2023, plagosën ushtar të këforit, ndodhaj kaosi në dhjetor të vitit 2022, këta veç kanë dhënë ndërheqje prej pozitave, del përgjimi. Ruhet përgjimi, unë mandej mendoja, thësha pse nuk po këta kanë thonë që ki komuniku me Radojqiqin, unë kam thonë po, kam bisedu. Momentin në intervistën në një emision që keni pas ndoshta mas pak jave, ajo është pjesë e kësaj përballje, si me thonë, sepse ju thoni që unë kom fol vetëm në gjuhën shqipe. Sot e kësaj dite që ndrojnë brapa asaj. Mandej kjo pjesë e përgjimit ku çaj lloj komunikimi bëhet në gjuhën serbe del ma vonë. Dibran, kjo lloj del mbas një vjeti. Do me thonë, për një vit të tërë, këta janë mundu, çka me bo, edhe e kanë kursy kushdo që e ka qit atë incizim në gjuhën serbe, e kursen krye terroristin Milan Radojqiqin prej prezantimit që ai ka fol shqip. Edhe unë insistoj, edhe kom insistu, edhe kom thonë e marrë përgjegjësi penale, për ato e kom qunë prokurori, edhe kom thonë i du prokuroria me kërku prej këtyne që kanë transmetu super ekspertizë, edhe adin çka është përgjegjësia prokurorisë, e kemi dëgju me vëmendje dhe duket origjinale. Unë për mu duke dhe ti mundesh me ma konfirmu që duket origjinale. Po sot, unë vesh se ju thash. Po, edhe të tjerët, edhe kjo ka qenë ideja, edhe adin çka ndodhet në atë përgjigje të prokurorisë. Aq shumë kontradita ka në një përgjigje, fatkeqësisht prokurorisë speciale të Kosovës, në cilin me ngutin që e kanë bo, emnin e babës, se unë kom bo kallëzim penal, se pjesën e dytë me Radojqiqin e ka prezantu një portal tjetër. Jo portali i parë. Portali i parë është portali nacionali që i qetë. Portali i dytë është Paparazzi, që e qetë bisedën e Radojqiqin. Do të thënë këto dyjat kanë qenë sinkron për me e transmetu.
Edhe unë mandej bëj kallëzim penal. Dhe në kallëzim penal i bashkangjes edhe faktet. Edhe i bashkangjes në mënyrën sa mundet mu bë teknikisht, me tregu ku janë shkëputjet e incizimit. Edhe prokurori kur ma kthen përgjigjen mu, një herë e përcjellin, mandej unë prezantoj në gjykatë themelore. Gjykata themelore nuk e merr mundin, prokuroria themelore kërkon ndjes. E mbajnë një periudhë ndoshta një vjeçare ose të tillë, edhe mandej e përcjellin në prokurori speciale. Dhe prokurori speciale për 3 javë e hudhin poshtë. Edhe çka është arsyetimi? Është arsyetimi që sipas tyre me dëgjim të tyre është e hudhën, domethënë edhe është i njëjti prokuror fatkeqësisht, i cili tash e ka inicu më vonë edhe bastisje në banesën e Shkelzengashit. Domethënë, por në çka ka ndodhur në atë prezantim të përgjigjes është që emri i babës së Slavko Simiqit është shqiptar. Domethënë Slavko Klapa i biri Qazim, mbyllet Klapa Simiq. Kur tash s'kan marrë mundin as mi verifiku, domethënë e kanë marrë copy paste të një përgjigjes dikujt tjetër që ja kanë kthy në atë që ku me ditë kush çka ka bë, edhe e kthejnë. Edhe lajmi bëhet publik në fushat të zgjedhjeve lokale. Domethënë vitin e kaluar është bë publik ky lajm edhe ka marrë. Është e vërtet. Po unë kam thonë që ai ka fol shqip. Cila është poenta me mbrojt një kriminal para njerëzve të vet që ai dhe a din çka është fjala e parë, edhe e kam thonë publik, edhe insistoj. Ministre, pyetja ka qenë për juve, edhe në fakt gjykimi ka qenë që a duhet me pas disa parime dhe disa refuzime ndaj atij që dhe vetë ju po e çoni se është ditë edhe në atë kohë dhe para banjës kështu është ditë çfarë veprimtarie është rënë. Është e vërtet, kjo ka qenë maj i vitit 2022. Ka qenë një situatë tash mund të më thonë kur ishte kthyer kishte bërë të njëjtën. Unë ndoshta në situatën në cilën dikush thotë foli diçka, edhe ai thotë çe po foli shqip se Slavki din shqip. Edhe thotë po jam ty mundu mi bë më të mirën, unë i kam 3 djem, duket se s'gaboj ka pas thonë, e po mundona për ta kështu, okej, qaq diku sa ka qenë 2-3 minuta, o mundu është eksploatu skajshmërisht, a kombo diçka, a ka pas ndonjë veprim timin, a ka pas ndonjë keqdashje, a ka pas ndonjë vepër penale, për mu ka pas thirrje, duhet mi thirr këto, kjo duhet me ju bë kallëzim penal ose mu arrestu për rrezikim të sigurisë kombëtare, nëse të kujtohet. Domethënë kanë shku deri në ekstremin e madh. Megjithatë, sot e kësaj dite nëse më pyet, mundi keqardhje ekstreme për devijimet edhe polarizimet të cilat po mundohen me u nxit për vlera të cilat nuk qëndrojnë. Domethënë, ata mund gjithë kohës janë mundu me shkaktu, domethënë prej vitit 2023 kur kanë fillu, deri në fund të vitit, para zgjedhjeve të vitit 2025, intenzivisht jam sulmu, intenzivisht vazhdojmë, secili oponent politik kur do të bëjë diçka veç e gjet një foto të asaj fotografisë me telefonatën, edhe mundohen me godit. Po ajo nuk përkon as me çka përfaqësoj, as me çka kemi insistu na me bëj. Përkundrejt, ata kanë qenë më të pafuqishmit çat mandat. Domethënë lista serbes ka qenë askund e përfshime. 1 vjet kanë qëndruar në kuvend edhe that was it. Ndryshimet dramatike që kanë mu njoft në histori, si kthesa kryesore për shtrirje sovranitetit kanë ndodhur gjatë atij mandati. Edhe gjithë kjo zhurmë o mundu për me minimizu suksesin e qeverisë. Unë mendoj që kushdo që po dihet çdo partit opozitës, në veçantë PD-k-ja që janë mundu me sforcu domethënë jashtë proporcioneve që të frym, kanë mri efektin e kundërt. Unë personalisht pa fushat, konstant kom pas rritje të votave. Edhe për mu, nuk është më kjo, nuk jena mu këtë punë për veti, jetë për me lonë legacy diçka, për me bo diçka ma mirë për vendin. E kjo tendenca për me anashkalu suksesin e shtrirjes së sovranitetin veri, me thonjen se këta janë bashkëpunëtorë të Serbisë, i ka dalë kontraproduktive dhe nuk mundet në asnjë formë ose në asnjë variant me argumentu me veprime, e kundërta është në teren. Kjo në fakt, tashmë është edhe bindja jam që në këtë lloj polarizimit të skajshëm, në një përdorim në masë të madhe të gënjeshtrave dhe propagandave që unë nuk po marr tash cilësime, as po marr anë PK edhe qysh vinë, ama edhe kur vinë prej njënit ose tjetrit tabor, nëse ndahet kështu edhe sipas 51% të këneve të tjerëve anej, sulmet janë të vrashta dhe gjykimet e propaganda është
në vetvete shterpe, për me fol me këto sulmet e mëdha që kush është e tradhtu interesin shtetënor, kush është bashkëpunëtori i Serbisë e kështu me radhë, dhe këto përdoren si një mal me fjali për me mjegullu përditshmërinë tonë në kuptimin e mënyrës se si jetojmë, mënyrës se si shpenzojmë, sa shpenzojmë, edhe kjo ndoshta si temë e fundit për këtë diskutim. Ju jeni ministër tashmë dhe besoj e keni pa që inflacionin në normën se sa ka rritje për gjatë viteve të fundit, ato e përmendëm shtrejtimin e energjisë elektrike që në efekte zinxhirore prodhon edhe shtrejtime të tjera të produkteve bazë, po edhe një shumë ulëmtime që thonë që nëse le ta themi në 2021-ën, 2022-ën 30% e pagës ka shku në produkte bazë ushqimore, në 2023-ën 4-5-ën shkon rreth 60% e pagës në produkte bazë. Kjo për çmimet tavan, domethënë po para se me mbrite kjo, ishte një diskutim mbi abuzimet e mundshme me çmimin e naftës dhe diskutimi në duke ish kundër interesave të qytetarëve, sepse ju e kishit në dorë me hek të vëshën akcizën, edhe në bindjen tem, se me thonë, unë isha tashmë goxha i vetëdijshëm që është veprim pak e mundshëm me u ndërmarrë pe juve se përmes mënyrës se si keni qeverisë, ka tregu që nuk keni shumë të interesuar mos me marrë prej TVSH-s, po në atë që e keni përdorë edhe përgjatë qeverisës, me marrë prej taksave, mandej me shpërndau në format të tjera. Ama pse në çato kohë dhe vazhdon akoma me qenë çmimi i naftës i lartë, a duhet shteti, me thonë, me qenë spektator në situata ku ndodhin abuzime, cilat janë mekanizmat që i përdor shteti dhe ju tash në brenda kabinetit qeveritar për me i sanu këto situata? Po, do të thonë, prej ciklit në vitin 2022 kemi pas rritjen më të madhe të çmimeve, inflacionit, do të thonë rritjes kur e ka mrinë dyshifrore, kur ka vazhdu me trendin e njëjtë efektit zinxhirore dhe në vitin 2023, vetëm viti 2024 ka qenë pak më stabil, për më përketësu prap gradualisht 2025 dhe tash 2026 me këto efekte tjera që po ndodhin si rrjedhoi e problemeve gjithsesht betejës për ngushticën e Hormuzit. Tek rasti i çmimit naftës ne kemi analizuar disa skenar. Domethënë nuk është se absolutisht nuk është që veç kemi ndajtë dhe kemi shikuar se çka po ndodh. Vendimi i parë ka qenë për përcaktimin e çmimit tavan. Arsyeja është se domethënë sot në Kosovë çmimi maksimal është 1,76 €, në Shqipëri është 2,10 € për shembull. Po këtu shumë lehtë nëse nuk e keni tavan në situatën e tillë ku ka fluktuacione kësaj natyre, kësaj lëvizje, që mundet me të shkuë edhe 2 € këtu. Prandaj veprimi i parë ka qenë menjëherë vendosja e çmimit tavan me dy forma. Marzhën, që kemi e para ka qenë marzha që përcakton çmimin një ditë përpara të importit në dogan dhe i shton 12 cent për pakicë dhe 2 cent për shumicë. Ndërsa tash kemi kaluar në një sistem, në një llogaritje e cila është si monitorohet ajo? Monitorohet në bazë të përcjelljes, domethënë së pari dogana. Ju e vendosni në faqe zyrtare, ju e lajmëroni atë na e lajmërojmë çdo ditë para orës 10 çmimin ditor maksimal, edhe pastaj inspektoriati qendror i mbikëqyrjes së tregut çdo ditë në terren. Në prej se kemi filluar. A mundën qytetarët me raportu në instancën se ka? Qytetarët me raportu çdo ditë. Abuzime për te atij çmimi. Po 0811.000 numri i mbrojtjes së konsumatorit, i cili është në secilin tash 24 orë funksional, është bo edhe numri mobil, edhe grupi në Viber, që do më thonë që munden me thirë edhe në përveç numrit pa pagesë edhe në përmes Viberit, me dërgu fotografit, edhe ka pas edhe denime, edhe ka pas edhe përcjellje. Prej se e kemi lëviz, e kemi zhvendos në mesatarën e çmimit në 10 milion litrat e fundit të importume, gjendja është e para më stabile edhe respektimi i çmimit gati se ka kaluar mund të thonë 90%, do të thonë tash është një respektim i përgjithshëm i tregut me atë çmimin që ministri nuk e menjonon faktin që ju merrni më shumë të hyra në buxhetin e shtetit? Po, kjo ka qenë vlerësimi prej fillimit që këto të hyra
janë të hyra për buxhetin e shtetit, cilat planifikohen të rishpërndahen. Se në situatën ku ndalet akciza, ndalen të hyrat për Ka buxhetin e qenë shtetit, duket një përpjekje 2016 ose 2018 me uljen e TVSH-s. pa jo shtrirje horizontale, aty Jo, ajo ka fiton qenë, tregoj, ulja e TVSH-s ka ndodhur prej 18% në 8% për produktet bazike, edhe është prit që ka me ra çmimi i produkteve për 10%, edhe çmimi ka mbeti njëjtë. Veç është rrit profiti kompanive. Po, domethënë nuk kanë lëvizje çmim. Te situata me çmimin e Domethënë në naftës, situatën ku ju nuk mundi me kontrollu në masë të madhe çka bëjnë kompanitë për Jo, kundër te monitorimit, atëherë vendosni me mbledh sa më shumë taksa? jo, te çmimi i TVSH-s për shembull, te çmimi i naftës mundet me u vendos çmimi, kur vendoset çmimi i tavan, është një situatë e cila është më e kontrolluar për faktin se po e përcjell zbatimin, gjithsesi furnizim, kërkesën, demand and supply, kërkesën dhe ofertën. Dhe përderisa ende ka kërkesë, domethënë nuk ka ndryshim të sjelljes ose në krizat e cilat munden me prodhu kriza tjera, kjo po mbetet me këtë format. Por Ministria e Infrastrukturës edhe Ministria e Bujqësisë, të dyjat janë në lancim të planit për ndihmë gjithsesi për subvencionim të transportit, edhe unë e pash djejsha edhe në kontakt me Ministrin e Transportit që veç kishin fillu ngritjen e çmimit të transportit urban edhe ndërurban, për arsye se kategoritë të cilat udhtojnë me autobus, në veçanti këto të transportit, natyrisht kompanitë e licencuara transportit ndërurban, i ki kryesisht student, pensionist dhe kategoritë tjera të cilat nuk e kanë mundësinë me pas makinën e vet. Që bashkë me kompanitë e transportit të licencume me marrë këtë pjesën e ngritjes çmimit, për arsye se aty është drejt për drejt mundësia edhe tek bujqit. Përkundër që është edhe sezoni i vjeshtës që ka mbjelljen shumica që ndodh në Kosovë, ka mbjellje tash edhe në sezonin e pranverës. Po, këto të dyjat janë. Ndërsa për rishpërndarjen ka qenë edhe para situatës me Iran, plani nëse mban mend edhe në fushat, edhe në momentin e miratimit të buxhetit, pakoja me ballafaqimin me inflacionin, mbi 200 milionë euro, që tash po e shoh që po përdoret gjatë gjithë kohës që kemi përdorur në fushat. Ajo ka qenë pjesë e fushatës dhjetorit 2025. Do shpërndahet një pako tjetër. Po, është një rishpërndarja, po, për ballafaqim me inflacion për kategoritë që është duke u dizajnu prej Ministrisë Financave, e cila së shpejti bëhet publike, për kategoritë më të prekuna. Për arsye se qeveria e sheh si më të drejt për drejt ndihme nëse për ato mjete nuk e lën në administrim të kompanive dhe lëvizjes së çmimeve të tyre, por të drejt për drejt të qytetarët. Përderisa ligji tjetër për çmimet tavan, i cili ka kaluar leximin e parë në kuvend, është në leximin e dytë, parasheh margjën e njëjtë apo çmimin tavan maksimal për produktet bazë, produktet e shportës. Mielli, vezët, qumshti, mishi, a bëhet në të njëjtën formë? Po janë para dy format e njëjta, është para marzha e fitimit, por edhe çmimi tavan apo çmimi maksimal, me përllogaritje të kostove të cilat ju do të thonë llogariten qoftë për transport apo edhe për import apo edhe për prodhimin e mallrave. Edhe këto po e presim që me u miratu në lexim të dytë para 20 prillit, pas së cilës mandej Ministria inicion procedurën për angazhimin e 3 ekspertëve të jashtëm dhe 2 të brendshëm të cilët i voton kuvendi për formimin e bordit për përcaktimin e çmimit të produkteve në kohë të tregut të destabilizuar. Nëse kam shumë për me thonë për to, po koha edhe 5 minuta sa na kanë mbet tek çështja themelore, ndërsa që varen mandej edhe punët e juja edhe si ministre edhe punët e kabinetit në përgjithësi. E tham në fillim të bisedës, po duket se është përshtypja ime që jeni të ndajt si pezull, edhe pse ka veprime tek e tok. Duket që qytetarët janë të lodhur prej këtyre sagave dhe dramave që ndodhin me të gjitha dhe na çojnë në drejtime elektorale. Duket që kriza për zgjedhjen e presidentit apo presidentes është goxha e artificiale e stisur në një farë forme, edhe pyetja që vjen shumë natyrshëm, po tash e sa kohë është lëvizja vendosje ka fuqinë, po nuk duket që ka vullnetin për me zgjedh presidentin apo presidenten. Thon pse nuk i jepet kohë kësaj çështje dhe në këtë kuptim në çfarë parametra është dashur me u ndërtu ky lloj konsenzusi me partitë opozitare për me gjetë një zgjidhje. Pajtohem plotësisht që nuk ka
hapësinë edhe vullnet për zgjedhje të reja, edhe nuk e shoh asnjë dobi personalisht, edhe politikisht, edhe institucionalisht që mundemi me pas kushdo për një procesit të rizgjedhor. Munden me ndru pak numrat në raport me pozicionet aktuale, por nuk ka me ndru situata që partit prap do të mull me fol për presidentin, se nuk ka shans teorike që dikush me i marrë 2/3 nga procesi zgjedhor. Do me thonë, deri sa ne mundemi me pas varianta të ndryshme tash, besoj që krejt çka na duhet neve është që me i përcaktu kriteret për postin apo për personalitetin. Kriteret ministre për duket që janë goxha subjektive. Se e pa shumë edhe për këto që i thone ju PDK-s që ata nuk nxjerrin emra, ata thonë që na i kemi kriteret dhe du të me full për procesin, po për aq sa full flasim ne për procesin edhe kriteret, mbesim pa emra. Nështë ma june pa emrin e me pa qaj emër sa i plotëson kriteret, ose po sa mirë, ti bën pjesë më në nuk e di që procesit. kemi pas ndonjë emër cili është refuzuar deri tash. Do të thonë që është prezantuar për ndonjë në perspektive politike opozitare me cilat është fol. Do të thonë nuk e di që është diskutuar për një emër, cili ka thonë ky është totalisht i papranueshëm. Çka është përmend kriter i përgjithshëm, është përmend që mos me qenë partijak, do të thonë jo politik, se politik jemi gjithë qenje politike, por jo partijak, jo me libris partis, edhe natyrisht janë disa prej Ata thonë që nuk e shohin seriozitetin e mjaftueshëm për juve në si kabinet dhe si qeveri. Pra ndaj qëto lloj publikimi i nëj emrit saktum kish me përbë denigrim për vetë personin që propozohet. Nuk është e vërtet, pëse ata e paragjykojnë a priori. Për arsye se serioziteti që mundet me qenë, që serioziteti janë në momentin kur te ki 51% që nuk ka qenë i arritur asnjëherë më parë, nuk e di si me çka tjetër duhet me u dëshmu e para. E dyta, unë nuk jam personalisht pjesë e diskutimeve. Do të thonë, shkon kryeministri dhe kryetari i vetëvendosjes në këto takime dhe takohet me lidert një me një. Do të thonë, në këto rrethana ata kanë më shumë informacion në ato me tregu se çka ata bashkarisht po i propozojnë njëri tjetrit. Pse ata nuk po vinë përpara me tregu një emër me cilin me thonë që mirë, po shohim që është situatë nder, që vendi nuk duhet me shku në zgjedhje edhe njëherë. Nëse ka nevojë na me bo sakrifica individuale në kuptimin që po thojmë, okay, po arrim një marrëveshje politike, le të tërheqen disa opozicione, le të vjen shprehje edhe ajo. Se unë mendoj që më e rëndësishme se fati vendit, fati individual nuk mundet me qenë e asnjënit prej neve. Do të thonë, personalisht nuk e shoh ndonjë insistim me do mos nuk bën me lut asnjë antar i kabinetit qeveritar. O le t'i luajnë, o le ta kërkojnë edhe ministrin që drejtoj. Le të thonë që, okay, mundeni po kërkojmë me hy në koalicion, vetëm le të vinë me një propozim konkret, i cili e hap rrugën ose çon një drejtim drejt zgjidhjes për situatën e daljes nga një farforme si qërë sokak ose si një rreth vicioz. Se mbas çati procesi, mbas shpenzimit miliona euro të KQZ-s, e miliona euro të partive politike së bashk, e maltretimit qytetarëve me fushat, e me premtime të tjera të cilat prap ka me pas nevojë me ul në tavolinë për me arrit te pika ku duhet me u realizua ato premtime. Domethënë nuk ka sens me u sill në rreth, ose me u mundu me botë të njëjtën gjë e me prit rezultat tjetër. Unë shumë po shpresoj kështu personalisht që kjo sa ka me përfundu dhe ka me u gjetë një zgjidhje, edhe për faktin e vetëm për atë që e folim pak para se me hyjtë kjo temë që është jetesa dhe mirëqenia e qytetarëve në përgjithësi, ata presin reforma, presin qeverisje, madje edhe mbi atë rezultat që e keni marrë, besoj keni më shumë përgjithësi për me rregullu. Falë, dhe vetëm duhet një pak shkurt me ndërpresë, e ki hap emisionin me thonë, po më duket që qeveria po rrim pezull, e s'po ndërmerr kur gjë të prit çështjen e presidentit, jo jemi për tokë. Jemi me këmbë në tokë ti punu. ama vjeç po duket një situatë, një amullie të përgjithshme, ajo është përgjithshëm shoqëni, po se nuk është kështu shoqënia qeveria. Do të thonë jemi krejt bashkë. Po besoj që secila prej partive politike e ka përgjegjësinë e vet për me gjetë zgjidhje për situatën. Si qof, falenderit për sot, isha shumë i nderuar që ju kisha në emision, shpresoj që diskutimet tjera kanë me na nxit edhe me na çelë edhe shtigje tjera të folunit për shoqëninë në përgjithësi edhe aspekte tjera në përgjithësi. Falenderit. Falenderit shumë Tibran, edhe unë po shpresoj që kemi pas mundësi me bisedu edhe në tema kritike, edhe kur s'ndihemi komod, po me bisedu. Falenderit. Shikues të dashur, deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.